Në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup, sot u mbajt programi për zhvillimin e biznesit në Ballkan, Makip 2025, një ngjarje e rëndësishme rajonale që synon forcimin e bashkëpunimit në fushat e inxhinierisë, arkitekturës, këshillimit dhe ndërtimtarisë. Ngjarja ka mbledhur akademik, ekspert, inxhinier, arkitekt dhe përfaqësues të kompanive ndërtimore nga vendet e Ballkanit dhe Turqisë, ku morën pjesë zëvendës ministri i arsimit kombëtar i Turqisë, Nazif Yilmaz, ambasadori turk në Shkup, Fatih Ulusoy, përfaqësues të Bashkimit të Inxhinierëve dhe Arkitektëve të botës turke, si dhe akademik dhe student. Qëllimi kryesor i këtij programi është forcimi i bashkëpunimit ekonomik dhe profesional ndërmjet vendeve të rajonit dhe botës turke, si dhe nxitja e inovacionit në sektorin e ndërtimtarisë dhe arkitekturës. Ambasadori Ulusoy deklaroi se Turqia dhe Maqedonia e Veriut janë dy vende mike dhe aleate me lidhje të thella historike dhe kulturore dhe marrëdhënie të nivelit të lartë. Turqia ka ruajtur pa ndërprerje lidhjet ekonomike dhe investimet me Maqedoninë e Veriut në fusha të shumta, nga bankat dhe arsimi deri te kultura dhe turizmi. Vlera totale e projekteve kontraktuese të ndërmarra nga kompani turke në Maqedoninë e Veriut deri më sot ka arritur në $2 miliard, po ecim drejt një qëllimi të përbashkët. Ndërkaq, zëvendës ministri Yilmaz u ndal edhe tek projektet që Ministria e Arsimit dhe Turqisë ka ndërmarrë, duke deklaruar se do të presin student nga vende të ndryshme të Ballkanit në qytetet turke për të siguruar pjesëmarrjen e tyre në këto projekte. Përmes punës së Unionit të Arkitektëve dhe Inxhinierëve turq, po ecim drejt një qëllimi të përbashkët. Kjo është e ngjashme me përparimin drejt qëllimeve të vendosura nga presidenti ynë Recep Tayyip Erdogan në vizionin e shekullit të Turqisë. Presidenti i Unionit të Inxhinierëve dhe Arkitektëve të botës turke, Ilyas Demirci, deklaroi gjithashtu se do të zhvillojë një takim që do të ofrojë një platformë për përfaqësuesit e sektorëve ndërkombëtar, të kontraktimit dhe konsulencës teknike për t'u takuar me njëri tjetrin për të forcuar lidhjet tregtare dhe ekonomike midis Turqisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ai shpjegoi se gjatë takimit do të japin edhe çmime shërbimi për ata që kanë kontribuar në botën turke në fusha të ndryshme. Ne besojmë se mbajtja e këtij takimi në Universitetin Ndërkombëtar të Ballkanit do të kontribuojë në promovimin e Universitetit të Ballkanit, një yll në ngritje i komunitetit shkencor në Ballkan. Rektori i BUS, profesor Dr. Lutfi Sunar, vuri në dukje gjithashtu se ata ishin organizator të çmimeve turke të shërbimit botëror të DMMB dhe të folurit të biznesit Maqedoni-Turqi, duke shtuar se Universiteti Ndërkombëtar i Ballkanit vazhdon të kontribuojë në zhvillimin e marrëdhënieve midis Maqedonisë së Veriut dhe Turqisë në nivele të shumëfishta. Nga ana tjetër, Ersin Tatar, presidenti i Republikës Turke të Qipros Veriore, gjithashtu dërgoi një mesazh video për programin.